Besimtarët musliman nga mbar bota sot shtrojnë iftarin e fundit për këtë vit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Pas plot një muaji sakrifice, lutjesh e adhurimi ndaj Zotit, i cili nisi me 6 qershor, besimtarët presin nesër festën e Fitr Bajramit, një nga 2 festat më të shenjta islame. Me këtë rast, kryetari i Bashkisisë Islame Degano Gjakova Ahmet Hoxha u urën të gjithë besimtarëve Fitr Bajramin. Hoxha tha se në këtë muaj muslimanët shprehen më së miri besimin, sinqeritetin, humanizmin, unitetin dhe bujarinë. Besimtarët e besimit islam me ditën e sotme po përfundojnë maratonin e agjerimit të muajit të Ramazanit, andaj unë si kryetar i Këshillit të Bashkisë Islame shfrytëzoj rastin që në emër tim dhe në emër të Këshillit të Bashkisë Islame gjithë besimtarëve të besimit islam të uroj ardhjen e Fitr Bajramit, festes e cila vjen më njëherë si shpërblim për kryerjen e obligimit të agjerimit muajit të Ramazanit. Me këtë rast dëshiroj që Zoti begatoj shpirtrat tanë, begatoj trupat tanë, begatoj vendin tonë. Dëshiroj që në vendin tonë mbretëroj paqja, harmonia, solidariteti. Në mes tjerash, Hoxha tha se gjithmonë muaji i shenjtë i Ramazanit arrin t'i bashkojë njerëzit në një sofër të përbashkët dhe t'i solidarizojë ata mes njëri tjetrit. Ashtu siç ka ndodhur çdo vit pas ditës së fundit të agjerimit, besimtarët organizohen të gjithë bashkë për të bërë lutjen e Fitr Bajramit. Përndryshe, namazi i Fitr Bajramit falet nesër në ora 5:40.